Policia e Shkodrës ka njoftuar arrestimin e 2 të rinjve të përfshirë në përplasjen fizike masive në lagjen Zrale të Shkodrës rreth mesdites së të premtes. Në pranga janë vënë 2 të rinj, respektivisht 24 dhe 19 vjeç, ndërsa ka nisur procedimi penal për 5 shtetas të mitur, 4 prej të cilëve 17 vjeçar dhe 1 16 vjeçar. Sipas uniformave blu, këta shtetas në rrugë në lagjen Kongresi i Përmetit për motive të dobta janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin dhe si pasojë kanë pësuar dëmtime të leta 2 shtetas të mitur 17 vjeçar. Siç e treguan edhe kamerat e sigurisë në atë zonë, një përplasje masive përfundoi me dëmtimin e 3 personave, të cilët përfunduan në Spitalin Rajonal të Shkodrës, fatmirësisht pa pasoja serioze për shëndetin e tyre, pasi kanë marrë mjekime e duhura të dëmtuarit pas ditën e së premtes lanë spitalin, ndërsa 7 prej të përfshirëve në këtë grindje tashmë do të kenë punë me drejtësinë, pasi policia në bashkëpunim me prokurorinë vijon punën për dokumentimin e plot ligjor të rastit.